Administrata e presidentit Donald Trump ka urdhëruar një ndalim të menjëhershëm të marrjes së vendimeve për të gjithë kërkesat për azil në SBA, pas incidenti të rënd me armëzjarje ndaj 2 pjesëtarëve të Gardës Kombëtare në Washington DC. Drejtori i shërbimeve të shtesisë dhe imigracionit Joseph Edlow deklaroi se procesi do të mbetet i pezulluar derisa autoritetet të sigurohen se çdo i huaj të verifikohet dhe të skanohet në nivelin maksimal të mundshëm. Luftimi erdhi vetëm pak orë pasi Trumpi u zotua të ndalojë përgjithmonë migrimin nga të gjitha vendet e ashtu quajtura të botës së tretë, duke e lidhur drejt për drejt sigurimin kombëtar me flukset migratore. Ndërkohë, një antar i Gardës Kombëtare humbi jetën si pasojë e plagës të marrë nga të shtënat dhe së mërkurës, për të cilat autoritetet fajsojnë një shtetas afgan. Sipas dokumentave të brendshme dhe sigurisë, oficerët federal janë udhëzuar të vijnë shurtimet e aplikimeve për azil, por pa marrë asnjë vendim final për një urdhër të dytë. Administrata amerikane nuk ka dhënë detaje të plota mbi kozgjatjen e pezullimit, ndërsa presidenti Trump ka përsëritur zodimin për largimin e menjëhershëm nga vendi të çdo të huaj që mban shtetësia amerikane.